Tirana në gjunjë, e kapur peng nga Rama, drejtësia në gjumë. Tirana, kryeqyteti i shqiptarëve, është kthyer në një simbol të dhimbshëm të kapjes institucionale, korrupsionit galopant dhe talljes me qytetarët. Qyteti nuk po qeveriset më nga përfaqësues të zgjedhur, por nga marioneta të komanduar nga lart, me një sistem që po shfaq çdo ditë shenja të qarta të kolapsit moral dhe ligjor. Pas arrestimit të kryebashkiakut Erion Veliaj për një sër akuzash që lidhen me korrupsionin, shpërdorimin e detyrës dhe aferat klienteliste që e kanë zhytur Tiranën në borxhe, beton dhe skandale, qytetarët prisnin një reagim të menjëhershëm institucional. Prisnin transparencë. Prisnin që drejtësia të bënte punën e saj. Por çfarë ndodhi? Në vend që qytetarët të ftoheshin në zgjedhje të reja për të zgjedhur një drejtues të ligjshëm, Tirana ju dorëzua një drejtoreje të emëruar që nuk ka asnjë legjitimitet kushtetues, as vot qytetari, as mandat, dhe as moral për të marrë përsipër drejtimin e një qyteti të tërë. Ajo nuk është e zgjedhur, është thjesht një zgjatim i pushtetit të kryeministrit Rama, i cili po mban peng një qytet të tërë për llogarit e interesave të tij politike, ekonomike dhe personale. Ndërkohë, ish kryebashkiaku Veliaj, i cili duhet të ishte duke reflektuar pas hekurave për dëmet e mëdha që i ka shkaktuar Tiranës dhe buxhetit të saj, po bën fushat në TikTok si një influencer që kërkon mëshirë. Si një djalosh që u ndëshkua gabimisht. Një propagandë e turpshme që synon të zhvendos vëmendjen nga faktet tek emocioni. Një përpjekje e dëshpëruar për të shpëtuar imazhin, ndërkohë që qyteti po vuan pasojat e një keqeverisjeje të pafalshme. Por Veliaj nuk është vetëm. Ashtu si ai, edhe Ristani, e emëruar pa vot nga askush, ka abuzuar me karrigen e kryetarit të bashkisë. Të dy kanë ndjekur të njëjtin skenar, përdorimin e institucionit si mjet për të mbrojtur interesa klienteliste, për të shpërndarë tendera fiktiv, për të betonuar çdo hapësirë të gjelbër. Për të kthyer Tiranën në një bunker oligarkësh ku qytetarët janë thjesht figurantë. Këta njerëz duhet të përfundojnë në burg. Për korrupsion aktiv dhe pasiv, për shpërdorim detyre, për falsifikim, për kapje institucionale, për tradhti ndaj interesit publik, për përbuzje ndaj kushtetutës dhe vullnetit të qytetarëve. Asnjë falje. Asnjë na falni, gabova. Asnjë u rrëmbeva nga pushteti. Këta janë kriminal të bardhë, të sofistikuar, por me të njëjtat pasoja për jetën e përditshme të qytetarëve si çdo hajdut ordiner. Dhe drejtësia? E heshtur. E lodhur. E friksuar. Apo më keq, e blerë. Kur një institucion që duhet të jetë themel i demokracisë si drejtësia nuk reagon ndaj një shkeljeje flagrante të rendit kushtetues, ndaj kapjes së bashkisë më të madhe në vend nga njerëz pa mandat, ndaj aferave të ditës që i shohin të gjithë në terren, atëherë ne nuk kemi më demokraci. Kemi një shtet të kapur. Një demokratur me buzëqeshje dhe për. Kush do ta çlirojë Tiranën? Kjo është një pyetje që nuk duhet të mbetet pa përgjigje. Nuk mund të presim më. Nuk ka më kohë për heshtje. Koha e spektakleve ka mbaruar. Koha e drejtësisë, e vërtetës dhe e popullit ka ardhur. Tirana nuk është as e Ramës, as e Veliajt, as e kukullave që emërohen si të përkohshëm. Tirana është e qytetarëve të saj. Dhe qytetarët duhet të marrin zërin mbrapsht.